Material pas materiale arritëm kështu edhe në përfundim të edicionit të radhës të emisionit në Zomë, duke lënë takim përsëri të premten e javës së ardhshme. E ju deri atëherë mund të argëtoni edhe me përgjigjet e qytetarëve në lidhje me pyetjen e javës që po ja kaloj linjën pas pak arjenitës, duke na treguar shumë gjëra sa i përket komunës së Prishtinës dhe mendimet e vlefshme njëkohësisht interesante të qytetarëve. E me këtë rubrikë përfundohet edicioni i radhës së emisionit në Zomë. Faleminderit shumë për vëmendje dhe një falenderimi shkon bashkëpunëtorëve që tani më janë pjesë e emisionit në Zomë. E deri në takimin tonë të radhës, një poç e keni nga unë. Gratë e ftyrave publike janë me emër në Kosovë rajon. Çka do që ato bëjnë bëhet lajm në mediat roz. Si u vesh, çka ka gatu sot, a lindi ende ajo? Cilin biznes e nesën? Janë vetëm disa nga tituj që për çdo ditë lume i mbushin portalet. E këtë herë emisionin Zoom do merret pikërisht me këtë të fundit. A janë biznismene me të vërtet gratë e këngëtarëve apo kanë bëritur në krah të burrave? Faleminderit Albina, po tash është koha jam. Këtë herë kemi vendosur me Omir me një temë që të paktën për neve është shumë interesante. Gratë e ftyrave publike, të cilat përveç që njihen në rrjetet sociale me pozat atraktive të tyre, njihen gjithashtu edhe si businesswoman, të cilat kanë sjell biznese unike në vendin tonë, domethënë. E po besoj pedeni edhe ju përkënde kemi fjalën. E ajo për çka kemi dalë sot këto është mi pyet qytetarët a e meritojnë këtë famë, do me thonë që ato e posedojnë, apo krejt famën e kanë marrë prej bashkëshortëve të tyre. Shkojmë. Çka mendon për gratë e ftyrave publike? A e kanë arrit famën që e kanë sot prej do me thonë bashkëshortëve tëne, apo jënë konë ma herët zojat e vetët? S'po di, ola, nashta ndikon edhe pse e ka bashkëshort për shembull. Famën që e kanë, do me thonë e meritojnë se dhe jënë famshme të bukura. Po, a e kanë marrë famën prej bashkëshortëve tëne, a... Mendoj që edhe prej bashkëshortëve, se varësisht që nëse kanë përkrahin e tyre dhe ato do zhvillojnë për shembull karrierën e vetë dhe do t'jenë famshme. Kam pas talent, mirë po edhe në kratë burrav pa kanë mëri se ato jënë konë, ata do me thonë jënë konë pjesë e estradës muzikore edhe do me thonë ju ka, qush me thonë, ju ka imponu pak, ju ka përshtat me qenë në estradën muzikore. Besoj që për shkak që tash burrat e tyne që janë pak si të famë shumë edhe e kam edhe ata si një famë. Vetën. Ka rshit burrav. Po më varet, nashta në një është prej burrav.